Në zonën ku unë banoj, përpiqem të ndihmoj vajzat që punojnë në rrugë, duke i çuar në takimet me mjekun ose duke i vizituar në shtëpi kur janë të smura. Ne bëjmë biseda shumë interesante rreth burrave. Në shtëpi, me televizorin që flet në sfond, ne mund të flasim sepse burrat shumë shpesh nuk janë aty. Është një vajzë me të cilën kalova pak kohë, ndërkohë që ajo rri më këmbej nga një infeksion që e bëri të rinte në shtrat për 2 javë. Quhet Andrea. Edhe ato pak orë të mëngjesit në apartamentin e saj, ishin koha e vetme që ajo kishte pa të dashurin e saj. Është e vetmja kohë kur ajo mund të ulet e të flasë, edhe pse syti ka të fiksuar tek telenovelat në televizor, edhe kur është duke folur. Fqinja që ka përballë erdhi një mëngjes dhe na tregoi se çfarë mendonte për burrat. Kjo është telenovela ime e preferuar. Më pëlqen shumë Bruno. Është shumë seksi dhe ka një pamje që dhe sa seksi e ka zërin. E dashur, e ja të ikim diku, të dy bashk. Unë do luftoja me gjithë botën për ty. Vërtet ka sy zhbirues. Çfarë ke? Ashtu i ka. Shiko se si po e sheh Katarinën. Ja. Kjo është adoleshente. Nuk jam. Nuk ka asgjë të keqe të ndorosh me sy hapur. Se mos do vi ai të më shoh mua. Sikur të vinte. Nuk do ta kisha fare problem. Ndoshta ka gra që u bie të fikët për të në çdo vend të Europës dhe Amerikës. Ndoshta. Po, edhe nuk ka asgjë që i ndal apo jo. Gjysma e burrave që unë shoh çdo natë kanë të dashurat veçanta. Por edhe një grua në shtëpi, ma shpif. Burrat kanë nevojat e tyre. Kështu thot i dashurim. Ne mund të përfitojmë nga kjo gjë dhe të bëjmë disa para të shpejta. Pastaj ta lëm këtë punë. Ke të drejtë, sepse është një punë shumë e lehtë. Mirë, mos u përpiq të fshehësh të nxirrat që ke në krah, se i kemi parë. Nuk është asnjë gjë. Ti ka bërë ndonjë klient apo i dashurit? Çfarë ndryshimi ka? I dashuri më do shumë. Vërtet, të do shumë? Edhe ku dreqin është ai tani? Po ka dal. Po me se merret, çfarë pune bën? Nuk ka filluar puna akoma, por po kërkon të gjenja. Nuk po kërkon edhe ai shumë me sa duket. Mos fol kështu për të dashurin tim. Andrea, mjaft. Të dyja ju lutem pushoni. Si e ke emrin? Kozmina. Mirë pra, qetësoni. Tani Andrea e di se e do shumë të dashurin tënd. Thjesht dua që të kuptoj pak marrëdhënien tuaj. Mirë. Si e shfaq dashurinë që ka për ty? Po, gjatë gjithë kohës më thot se më do. Jo, këto janë fjalët e tij. Si e shfaq po të them se sa shumë të do, ai u kujdes për mua kur familja ime më flaku në rrugë. Nuk dija se çfarë të bëja. Kujtova se jeta ime kishte mbaruar. Por ai më qetësoi dhe më tha se do të më mbronte dhe do të më ndihmonte të gjeja një punë dhe se do të kishim një jetë të mrekullueshme së bashku. Të mbronte? Nga se? Ai më ka hequr qafe tutorët dhe gratë e tjera. Vërtet? Edhe ku ishte ai kur të nxin krahët? Ai më lë në një vend çdo natë. Thot se çfarëdo që bëj është puna ime. Do që unë të kem lirinë time. Lirin? Kozmina, të lutem. Ai nuk di se çfarë të bëj. Vërtet? Atij nuk i pëlqen të flas për atë që bëj unë. Gjithmonë më sjell ushqim kur vjen më merr në mëngjes. Sigurisht që të sjell. Shkëmbim e vlerë për të. I jep kësaj vajze një cop hamburgeri edhe merr ca 100 euro. Kush nuk do ta donte këtë shkëmbim? Ai i mban parat, apo jo? Sigurisht që ai i mban. Po t'i mbaja unë, do të mi vidhin dhe çfarë do të bënin pastaj? Do të shisje veten. Prit pak. Këtë po bën tani. Mirë, Kozmina, me që qenë ke më e mirë se unë, çfarë po bën këtu, Dëgjoj. Unë e bëj këtë sepse nuk kam zgjedhje tjetër. Asnjë drejt që zgjedhje. Dhe unë... Po tjetër përse, Kozmina? Është budallëk. Harroje fare. Më dëgjoj. Më kujtohet kur shita trupin. I mbaja parat të dorë, i shija, edhe mendoja, ja pra, kjo është vlera ime. Vlej 20 euro, apo 100, apo 200. Ishte çmenduri që në mendjen time, këto para ishin më shumë se nga sa mendoja se vleja. Kur isha fëmijë. Në fëmijëri, mamaja ime dhe njerëzit e tjerë më thoshin se isha e pa vlerë, por e kishin gabim. Tani kisha prova se vleja. Një burr paguante gjithë ato para, vetëm për të qenë me mua. Mendoja se kjo ishte shumë domethënëse. Pra, nuk e bën më këtë punë? Jo, jam larguar shumë vite më parë. Çfarë ndryshoi? A erdhi ndonjë burrë dhe të shpëtoi?
Si burri i ëndrave të Andras? Jo, nuk kishte asnjë burr që të më shpëtonte. Por edhe pasi u largova nga ajo punë, përsëri kishte burra që më bërtisnin e më rrinin. Ndonjëherë ndihesha sikur isha akoma punëtore seksi, por thjesht nuk paguhesha më për punën që bëja. Po përse qëndroje me ta? Dua të them, unë i lejoj burrat, i lejoj të më bëjnë gjëra vërtet të shëmtuara, por e di se do të më japin para për këtë. Nëse ata nuk të kanë paguar, pse i duroje? Sepse në një farë mënyre po paguhesha. Jo me euro, por me dashuri. Ose të paktën si dashuri e mendoja, dhe e doja patjetër këtë. Një burr që godet një grua nuk e do atë. Ai thjesht do që ta kontrolloj edhe atëherë kur nuk mund të kontrolloj veten e tij. Mirë e tha. I dashuri im më ka rrahur disa herë, por e kisha fajin vet. E kisha hak drurin. Po të mos e kisha nevrikosur, Moj e kupton se çfarë po bën Andrea? çfarë? Ti po justifikon atë që bën ai. Por jo vetëm kaq. Ti po përpiqesh të marrësh në kontroll problemin. Edhe unë e bëja këtë, por nuk e kuptoja. Mendoja thellë brenda vetes se nëse është faji im, e kam unë pushtetin për ta zgjidhur problemin, që më vonë të kisha një jetë të lumtur. Por, Klara, unë kam nevojë për të. Nuk e di se çfarë do të bëja pa të. Për këtë ka të drejtë. Po nuk pate një tutor që të mbroj, asnjëherë nuk ndihesh e sigurt në rrugë. Ai nuk është tutori im. Ai të çon në punë dhe pastaj merr edhe paratë tua. Ç'drejshin mendon se po bën ti? Po ushet ëmbëlsira fëmijëve në mes të natës? Ai kujdeset për mua. Andrea, një burr që të dashuron do të ishte xheloz. Mos më thuaj se xhelozia është diçka e mirë. Një burr xheloz të rre më keq se ata burrat që nuk i njeh fare. Jo, ajo është xhelozi ekstreme. Nëse ai nuk i beson asnjë burri që flet me ty, apo që të afrohet ty, kjo është e tepërt. Por nëse ai e lë të dashurën e tij në një vend të rrezikshëm, natën, duke e ditur se burrat të tjerë do ta përdorin dhe do ta dhunojnë, edhe kjo është ekstreme. Një ndarje shumë ekstreme nga ndjenja që duhet të ketë nëse vërtet të dashuron. Pra, çfarë ka tjetër? Dashuri, besim, respekt. Kur një burr i mirë të do, ai do të respektoj. Ai do të kujdeset për ty sikur ti je pjesë e tij. Kjo do të thotë se ai nuk do të lërë kur në mes të rrezikut dhe kur nuk do të kthej shpinën kur e di se një burr tjetër do të lëndoj. A do të thotë kjo se ai do të rrah çdo burr që të sheh apo flet me ty? Jo. Ai duhet të ketë besim tek ti gjithashtu. Ti je një grua e rritur, që ke një mendje dhe një zemër. Një burr i mirë do të vendos të parën lumturinë dhe nevojat e tua si grua. Kjo është dashuri. Dashuria nuk është seksi, lulet apo rrahjet. Dashuria dhe respekti për personin tjetër, kjo është dashuria. Ti jeton në një dreq bote ëndrash, Klara. Kur nuk kam parë një burr të tillë. Oh, Kozmina, dëgjoj edhe ti, Andrea, po ju tregoj diçka. Unë u largova nga burri që më lëndoi, pasi kisha arritur në atë pikë sa mendova. Më mirë vetëm se sa të qëndroj me këtë burr. E pata shumë të vështirë të arrija në këtë pikë. Kur nuk e kisha provuar se çfarë ishte dashuria, as në shtëpi, as kur u rrita, kështu që kur një burr më ofronte grimca të vogla dashurie, pavarësisht se sa rrëmuj dukej ajo dashuri, unë mbërtheja fort. Ndihesha sikur kisha nevojë për këtë burr. Kisha frikë se nëse largohesha prej tij, nuk do ta gjeja kurrë më dashurinë. Por e kisha gabim. A e gjete dashurinë në vërtet? Ma shpife. Po, e gjeta. Por nuk e gjeta tek ndonjë burr. Vendose të shkosh me gra, a? Nuk të vë faj. Jo, gjeta Perëndin. Mos më thuaj, nuk je ndonjë nga ato predikueset e rrugëve apo jo? Jo, jam thjesht një grua si ty. Dhe po aq e dashur nga Perëndia sa që je edhe ti. Pra s'pak e dashur, kështu? Perëndia të do ty plotësisht. Mos më thuaj, prandaj kam zënë shtratin nga ky infeksion edhe po pres që doktori të më thotë nëse është sida apo sifilis apo ku di unë. Një dyzin pislëqesh të tjera. Perëndia të deshi që para se të lindje. Ai të deshi dje dhe të do edhe në këtë moment. Dashuria e tij nuk ndryshon kurrë. Atëherë, përse i lejon burrat të më përdorin? Nuk e di. Nuk e di se pse Perëndia lejon që gjëra të këqija të ndodhin në këtë botë. Por ja që ndodhin. Dhe Perëndia i di dhe dëshiron të na ndihmojë. Nëse ne i kërkojmë ndihmë atij. E përse duhet merakoset Perëndia për ne? Ne nuk kemi asnjë vlerë. Ti ke shumë më shumë vlerë nga sa mendon, Andrea. Shpirti yt, ndjenjat brenda teje, gjërat që të bëjnë kjo që je, janë aq të veçanta dhe aq të pazëvendësueshme. Kurrë nuk ka ekzistuar një njerëz si ty dhe kurrë nuk do të ekzistojë. Dhe të lutem, mos ia vër veshin askujt që të thotë të kundërtën. Unë nuk dua të mbetem vetëm, Klara. Nuk e duroj dot vetmin. E di, as mua nuk më pëlqen. Por nuk ke përse të pranosh një burr që nuk të do.
Veç kësaj, nëse je mbërthyer pas një burri që të lëndon, si do mund ta gjesh një burr që vërtet të do dhe të respekton? Po, një burr i tillë nuk mund të blej. Pikërisht, një burr që të blen, s'ka si të doj. Fakti që ka ardhur tek ti me para në dorë tregon se tek ai diçka nuk shkon. Diçka thellë brenda ti, diçka që ti nuk mund ta ndryshosh. Askush nuk mund ta ndryshojë zemrën e tij përveç Perëndis. Po cili burr mund t'i doj të përdalat si ne? E po si fillim, një burr i mirë nuk do t'ju thres me emra të tillë që janë kaq të këqij. E ku janë këta burra të mirë? Janë fshehur diku? Në ndonjë ferrë apo në ndonjë shkurre? Ka shumë, Kozmina, mos u shqetëso për këtë. Por edhe sikur ta gjesh burrin e përsosur, a do t'i zgjidh ai të gjitha problemet e tua? Unë nuk do ta kisha fare problem po të përpiqej t'i zgjidhte. Burrat kanë problemet e tyre. Ata janë njerëz me limite, me të meta, jo shumë të qartë ndonjëherë, ashtu si edhe në gratë. Thellë brenda tyre mendojnë se janë si fëmijët e vegjël. Bëjnë sikur janë të pjekur, por ende nuk janë. Një burr nuk mund t'i zgjidhë të gjitha problemet e tua, jo sepse është një burr i mirë apo i keq, por sepse është thjesht një njeri. Askush, burr apo grua, nuk mund t'i plotësojë të gjitha kërkesat dhe dëshirat tuaja. E po, duket sikur nuk pas ka asnjë lloj shprese. Po të ishin vetëm njerëzit në univers, po, nuk ka asnjë lloj shprese. Por një pjesë e juaja kërkon diçka më shumë. Diçka më shumë se thjesht një burr në jetë. Perëndia ju bëri dhe dëshiron të sigurojë për ju. Dëshiron t'ju dojë e të dëgjojë të gjitha mendimet tuaja. Jo mendimet që kam kur jam duke punuar. Ai ka dëgjuar të gjitha tashmë, por përsëri të do shumë. E çfarë vlere ka dashuria e Perëndis në këtë botë të qelbur ku jetojmë? Pyet e atë dhe zbuloje vet. E di që është thjesht një përpjekje për t'ju hapur Perëndis, e di. Por po të them, kur nuk do ta harroj ndjesinë që kam pasur kur i thira Perëndis dhe kur ai hyri në jetën time. Isha gati të vrisja veten, por ai më ndihmoi ta largoja zemërimin ndaj burrave dhe t'i dua njerëzit për atë që janë, sepse edhe ai ju do për atë që jeni, pavarësisht se çfarë keni bërë. Është e lehtë të kesh frikë nga e panjohura, por më e madhe është frika nga diçka që kemi përjetuar më parë. Gruaja që do t'ju prezantojmë në historinë e ardhshme, Liza, e ka përjetuar këtë lloj frike. Ajo ende e paralizon jetën e përditshme dhe i ashton vuajtjen që ndjen si pasojë e përdhunimit dhe abuzimit. Pyetja me të cilën përballet më shpesh është një nga ato pyetjet që të gjithë e bëjmë. Si ta mposhtim frikën? Ky program është prodhuar nga Thesare të Fshehura, një projekt i Trans World Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesare të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njerë kontakti i mailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Ati ynë qellor që na do aq shumë, kur nuk do të na braktis. Ne mund t'i besojmë fjalës së tij që thot: duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë,
që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. A jeni të lodhura, të raskapitura? A ndjeni ndonjëherë sikur doni të dorëzoheni e të hiqni dorë nga jeta? Ndalni për një çast dhe dëgjoni se çfarë po ju thot Jezusi. Shkrimtari thot: pse ligështohesh, shpirti im? Pse rënkon për brenda meje? Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma. Ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis, me anlutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që atë i kalon çdo zgjuarsie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rri në të djathën time. Unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Kur një numër i madh shqetësimesh më mbysin, për dëllimet e tua më jepnin zemër.